Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbulohet autori që vrau Shpat Kasapin. Të afërm të këngëtarit tregojnë se prej disa muajsh Shpati ishte nën presion. Ai kishte marrë mesazhe kërcënuese, por i kishte minimizuar duke u thënë të gjithëve që nuk ishte gjë serioze. Miqtë e tij më të ngushtë tani po përjetojnë një dhimbje të dyfisht. Jo vetëm humbjen e tij, por edhe faktin se ai nuk dëshiroi kurrë t'i ngarkonte me shqetësimet që e ndiqnin. Detajet paraprake nga policia thonë se autori i dyshuar kishte ndjekur lëvizjet e Shpat Kasapit prej kohësh. Në natën tragjike, ai e kishte pritur në një zonë të errët pranë vendit të koncertit ku këngëtari kishte performuar më herët. Aty, sipas raportit, ndodhi përplasja fatale që i mori jetën artistit të dashur nga publiku. Ky është një version i cili ka dalë dhe një oficer i hetimit i cili foli në kushte anonime ka thënë se motivi i fortë financiar, xhelozia dhe konflikte të vjetra personale duket se janë të ndërthurura në këtë rast. Kjo bën ngjarjen akoma më të ndërlikuar dhe më tronditëse, duke hapur dyert për skandale të reja që pritet të shpërthejnë ditët në vijim. Familja e Shpat Kasapit është shprehur e shkatruar nga zbulimet e fundit. Ata kërkojnë drejtësi dhe transparencë të plotë. Vëllai i këngëtarit ka deklaruar: "Nuk do të ndalemi derisa të zbulohet çdo detaj që çdo person ka në dorë në këtë tragjedi." Fjalët e tij kanë marrë jehon të madhe në rrjetet sociale ku fansat vazhdojnë të kërkojnë përgjigje. Ndërkohë, policia ka paralajmëruar se arrestime të tjera mund të pasojnë pasi hetimet po zgjerohen në rrethin e personave të përfshirë. Dyshimet janë se autori nuk ka vepruar i vetëm, por ka marrë ndihmë nga të tjerët që e kanë planifikuar për muaj të tërë.